Dhe këtë, kërë vidhe reje, u bon bajatat atjerë, të den, unë ndrunë të thënë, hajde se përdonim krejtë edhe me dreqin, ja me leveve, pa dhe dreqin përbojnë a veç me dhe djeku qëta, edhe i heqen. Po tash elektoratit dhe LDK-s kur po kthehet, po ju vjen zhek atyre, se u kthy do s'ka kako këtë ndryshimi. Hurra, ka kako dhe kjo. Kthe nuk nena, se ma mirë ka kako kena ko. Dhe ju kthy. A di ç'është në LDK? Në LDK elektorati i LDK-s është kthy fuqishëm. Dhe është ju kthy fuqishëm. Gjithë vetë vjosa, deklarimi Vjosa Osmanit se Albin Kurti pëllun bigjaz me miq ton e ka kthy komplet elektoratin e LDK-s ka LDK. Deklarimi i Vjosës që Albin Kurti pëllun bigjaz me miq e ka kthy komplet edhe unë e falenderoj. A menon që Vjosa Osmani këmë kthy LDK-s? Falenderoj për deklarimin e Vjosës, falenderoj pejt tokën qiell Vjosa Osmani atë deklarim sepse unë më nej ashtu. Bravo. A menon që këmë kthy Vjosa Osmani LDK? Po tash njëra o presidente. Pa kry mandatin e presidentet nuk mundet me u kthy kërkush sepse ja ndalën kushtetutja. Po tash se çka komendohet më një vjet të gjys, se edhe një vjet ajo ka presidente. Po ka me përkrahun këtë zgjedhje, çfarë ta më? Po s'është e rëndësishme se s'ka të drejtë presidentja me u përzin zgjedhje. Aja ka të drejtë para se mu zgjedh, po kur zgjedhet aja do të me mbrojt, është gardiani kushtetutës. Po me vetë faktin që pak i ka shti... Jo, aja ka thonë diçka të vërtet. Po me vetë faktin që është largu për listës Guxët, në një farë forme. Aja nuk u largu për listës Guxët, sepse si aja ndalë kushtetuta, po e ka thonë të vërtet për ndërkombëtarizimin e çështjes Kosovës. Edhe për problemet 4 vjeçare që i ka pas Kosova me Bashkinë Ndërkombëtare. Na nuk kemi pas nevojë me negociu me Serbinë. Na kemi pas nevojë me negociu vetëm me Bashkinë Ndërkombëtare. Pse me negociu me Serbinë? Me Amerikën, shkurt. Vetëm me Amerikën, me Bashkimin Evropian, dhe Serbinë me thonë, hajde negociojmë bashkë, edhe qesëm letrën, edhe Shkatet Amerika, po. Edhe kryet puna. Na nuk kemi pas nevojë me shku në sanksione. Na kemi pas nevojë këtë çito që ai në bon. Në verime i bon. Dhe ka leju Bashkia Ndërkombëtare me bon, e ka leju Bashkia Ndërkombëtare me luftura do qiqin, me luftu grupet kriminale, jo vetëm veri, po edhe njoge kudo që janë. Po hin sanksione. Pa bon bëjmë, më mosu taraku, pa kur gjë. Apo të thënë, s'kem pas nevojë këtu. Këtë këtu me bon, me ta, me Bashkinë Ndërkombëtare, me Amerikanë. Apo këpëtër, me Amerikanë, hajde bashkë, a di që kanë bo? Amerika ka shti në listë zezra dhe qishit. Ka shti Albin Kurti. Po na kemi punu për atë punë. Na pe 2011 kemi punu, unë kom shku vetë, dhe këtë pike ne dhe 30 ne me këvorin Amerikanë, dhe e kemi identifiku ka për vjen pasunia. Ka pe i marrin parë. Amerikanë vjen interesej këtë qësh me januar financimin. Grupe kriminale në thonë. Tani ku janë në filacimin? Edhe kanë arrit bukë. E kanë bo, po. Edhe ka shtin lizez. Këtë kompanit ja kanë shtin lizez. E vërtet. Edhe tash, na ke bot nevojë me liftu krimin, nësë më prish me Bashkinë Ndërkombëtare. Njëjta gjona me i bo, edhe me i pos meq. Jo me i bo, mikun me i bo armek.